Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama pritet të zhvillojë të premte një mbledhje me ministrat e kabinetit dhe drejtuesit politik të qarqeve në selinë e Partisë Socialiste. Takimi vjen pas diskutimeve 2 ditore në Pogradec, ku përcaktuan ndryshime në mënyrën e trajtimit të problematikave dhe ankesave të qytetarëve. Në fokus do të jenë edhe zbatimi i platformës Pasqyrë Albania, e cila synon të ndjekë kërkesat e qytetarëve dhe t'u jap atyre përgjigje brenda një afati të përcaktuar. Kryeministri Edi Rama do të vijojë me një tjetër mbledhje pas përfundimit të takimeve 2 ditore në Pogradec. Të premte në orën 17:30 në selinë e Partisë Socialiste pritet të mblidhen të gjithë ministrat e kabinetit qeveritar së bashku me drejtuesit politik të qarqeve. Takimi i radhës vjen në vazhdon e diskutimeve të zhvilluara në Pogradec, ku Rama kërkoi ndryshime në mënyrën e funksionimit të qeverisë dhe strukturave të Partisë Socialiste me fokus të drejtë për drejtë në problemet që hasin qytetarët. Kryeministri u ka kërkuar ministrave që të mos mjaftohen vetëm me raportimet e institucioneve në varësi, por të ndjekin periodikisht punën e tyre. Sipas qasjes së re të propozuar në Pogradec, çdo ministër duhet të monitorojë çdo muaj drejtoritë që mbulon dhe të evidentojë problematikat që kërkojnë ndërhyrje. Një tjetër kërkesë është drejtuar drejtuesve politik të qarqeve, të cilëve u është kërkuar më shumë prani në terren dhe kontakt më i drejtë për drejtë me qytetarët. Synimi është që shqetësimet e tyre të identifikohet në kohë dhe të përcjellen në institucionet përgjegjëse. Pjesë e kësaj qasjeje është edhe platforma Pasqyrë Albania, e prezantuar gjatë takimeve në Pogradec. Përmes saj synohet që ankesat e qytetarëve të regjistrohen, të ndiqen dhe të kenë një përgjigje brenda 2 javësh. Sistemi parashikon 2 mekanizma kryesor. Flamingo Albania do të shërbejnë për mbledhjen e ankesave dhe problematika, ndërsa Radar do të ndjek lëvizjen e kërkesës nëpër institucionet përgjegjëse, duke i mundsuar qytetarit të ketë informacion mbi fazën në të cilën ndodhet çështja e tij. Sipas projektit të prezantuar, përmes këtij mekanizmi, qytetarët do të mund të shohin në kohë reale se cili institucion po merret me kërkesën dhe nëse ajo është duke u trajtuar. Ndryshimi i mënyrës së komunikimit me qytetarët është përfshirë nga Partia Socialiste edhe në 2 dokumente të saj, Besa dhe Prania Besnike, të cilat synojnë për të përcaktojë një angazhim më të madh në strukturat politike dhe qeverisjes në terren. Mbledhja e së premtes pritet të shërbejë si vijim i drejtë për drejtë i diskutimeve në Pogradec, ndërsa ministrat dhe drejtuesit politik do të kenë përpara detyrat për zbatimin e kësaj qasjeje të re. Në qendër të saj është vendosur një objektiv i qartë që problematikat e qytetarëve të mos mbeten vetëm në nivel të ankesave, por të ndiqen deri në gjetjen e një zgjedhjeje konkrete. Protesta qytetare kundër qeverisë ka hyrë në ditën e 88 me protestuesit që vijojnë të mblidhen dhe të marshojnë në Tiranë. Kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe largimi i qeverisë, ndërsa protestuesit shprehen se do të vazhdojnë qëndresën. Pas gati 3 muajsh në shesh, organizatorët thonë se lëvizja do të vijojë edhe në ditët në vazhdim. Protesta qytetare kundër qeverisë vijon prej 88 ditësh në Tiranë, duke u kthyer në një prej protestave më të gjata të zhvilluara në vend në dekadat e fundit. Lëvizja e nisur me 31 maj ka vijuar me tubime dhe marshime të përditshme në kryeqytet, edhe pse gati 3 muaj protestuesit vazhdojnë të dalin në rrugë dhe të përsërisin kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë. Gjatë tubimeve qytetarët kanë përdorur pankarta dhe slogane kundër qeverisë, ndërsa marshimet kanë përfshirë disa prej akseve kryesore të Tiranës. Në ditët e fundit, mesazhet e protestuesve janë përqendruar edhe te korrupsioni, mënyra e qeverisjes dhe çështjet që lidhen me zhvillimin dhe projektet e diskutueshme në vend. Protesta e 87 e zhvilluar një ditë më parë u mbyll me thirrje të vazhdueshme dhe me mesazhet nesër më shumë. Protestuesit deklaruan se nuk tërhiqen nga kërkesat e tyre dhe se do të vijojnë të mblidhen në shesh. Në qendër të protestës mbeten kërkesat politike për largimin e Ramës dhe qeverisë së tij, përveç thirrjeve kundër kryeministrit. Në tubime janë dëgjuar edhe kritika ndaj institucioneve dhe strukturave të drejtësisë. Protesta ka marrë gjatë këtyre javëve një dimension më të gjerë qytetar. Në pankartat e mbajtura në shesh janë ngritur çështje që lidhen me mbrojtjen e territorit, turizmin, ndërtimin dhe përdorimin e pasurive publike. Organizatorët dhe mbështetësit e lëvizjes ngulin se protesta do të vijojë, ndërsa sot në ditën e 88 qytetarët rikthehen sërish në shesh.
Një grup shtetasi shqiptar me tyre gra dhe fëmijë është kthyer këtë të mërkurë në Shqipëri pas riadesimit nga Siria. Operacioni u realizua pas një procesi të gjatë koordinimi mes institucioneve shqiptare, përfaqësive diplomatike dhe autoriteteve siriane. Pas mbërritjes në vend të riadesuarit do të marrin asistencën e nevojshme dhe do t'i nënshtrojnë vlerësimeve shëndetësore dhe psikosociale. 5 shtetas shqiptar përfshirë gra dhe fëmijë janë rikthyer këtë të mërkurë natë dhe nga Siria në kuadër të një operacioni të organizuar nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme. Kthimi i tyre është bërë i mundur pas një pune të gjatë ndërmjet institucioneve shqiptare dhe strukturave diplomatike e konsullore në bashkëpunim me autoritetet e vendeve të përfshira në këtë proces. Një rol të rëndësishëm kanë pasur edhe autoritetet siriane, të cilat kanë mundsuar përfundimin e procedurave të nevojshme dhe kalimin e sigurt të shtetasve shqiptar. Sipas Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, operacioni është pjesë e përgjegjësisë së shtetit për të garantuar mbrojtjen e qytetarëve shqiptar edhe në situata të ndërlikuara dhe në zona të prekura nga konfliktet. Me mbërritjen në Shqipëri, procesi nuk konsiderohet i përfunduar. Të riadesuarit do të marrin mbështetjen e institucioneve, ndërsa për ta do të kryen kontrolle dhe vlerësime shëndetësore si dhe vlerësim psikosocial me qëllim përcaktimin e nevojave të tyre. Institucionet përgjegjëse do të punojnë më tej për krijimin e kushteve të përshtatshme për akomodimin dhe riabilitimin e tyre, si dhe rikthimin gradual në jetën shoqërore. Procesi do të ndiqet nga task forca ndërinstitucionale, e cila do të koordinojë masat e nevojshme të mbështetjes dhe rintegrimit të shtetasve të kthyer. Ministria bën me dije se puna nuk do të ndalet në këtë operacion. Task forca do të vijojë të monitorojë situatën dhe të punojë për kthimin e shtetasve të tjerë shqiptar që ndodhen ende në Siri, në rast se krijohen kushte për një riadesim të sigurt. Sipas autoriteteve, operacioni tregon rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtar për përmbushjen e detyrimeve për mbrojtjen e qytetarëve dhe garantimin e kthimit të tyre në kushte të sigurta. Disa vatra zjarri janë reaktivizuar gjatë mbrëmjes në Dajt dhe në qarkun e Elbasanit, ndërsa në të gjithë vendin janë raportuar 34 vatra gjatë 24 orëve të fundit. 5 prej tyre vijojnë aktive dhe paraqesin rrezik për përhapje për shkak të terrenit të vështirë. Në operacionin për shuarjen e flakëve janë angazhuar qindra forca në terren, mjete zjarfikse dhe mjete ajrore. Situata me zjarret në vend vijon të mbetet nën monitorim, pasi gjatë orëve të mbrëmjes disa vatra janë reaktivizuar në zona të ndryshme të territorit. Situata me zjarret në vend vijon të mbetet nën monitorim, pasi gjatë orëve të mbrëmjes disa vatra zjarri janë reaktivizuar në zona të ndryshme të territorit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 34 vatra zjarri, ndërsa 5 prej tyre vijojnë të jenë aktive. Vështirësia e terrenit, veçanërisht në zonat malore dhe shkëmbore, vështirëson ndërhyrjen e ekipeve në terren dhe rrit rrezikun e përhapjes së flakëve. Pika kryesore ku është përqendruar operacioni mbetet mali i Dajtit në Tiranë. Vatrat e zjarrit janë reaktivizuar disa herë në të dyja anët e Kreshtës, duke kërkuar ndërhyrje të vazhdueshme nga strukturat emergjente. Për shuarjen e flakëve po punohet si nga toka ashtu edhe nga ajri. Në operacion janë angazhuar 6 efektiv të forcave të armatosura, ndërsa nga ajri ndërhyrja po kryhet me një helikopter dhe 2 avion të specializuar Air Tractor. Pavarësisht riaktivizimit, aktualisht nuk do raportohet rrezik për zonat e banuara pranë Dajtit. Situatë vështirë paraqitet edhe në qarkun e Dibrës, ku ekipet po ndërhyjnë në zonën Ballenj-Kostenj, në një terren të thepisur dhe të vështirë për t'u aksesuar. Ndërkohë vatra në qafë të Helmës në Bulqiz vijon të monitorohet nga strukturat lokale. Zjarret janë rikthyer edhe në qarkun e Elbasanit. Vatrat janë reaktivizuar në malin e Dardhës, në Librazh dhe në malin i Qukës në Prenjas. Forcat zjarfikse po punojnë për izolimin e tyre, ndërsa sipas raportimeve të fundit, flakët ndodhen larg banesave dhe nuk paraqiten rrezik të drejtë për drejtë për qytetarët. Në total, për përballëzimin e situatës në gjithë vendin janë angazhuar 219 forca operacionale dhe 35 automjete zjarfikse. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile vijon koordinimin me prefekturat dhe bashkitë, ndërsa kapacitetet njerëzore dhe mjetet e ndërhyrjes mbahen në gatishmëri për reagim të menjëhershëm në rast të përkeqësimit të situatës. Një 58 vjeçar që vuante dënimin në burgun e Fierit ka humbur jetën në rrethana ende të paqarta. Ardian Malasi u dërgua me urgjencë në spital pasi humbi ndjenjat, ndërsa dyshohet paraprakisht se mund të ketë pasur hemoragji cerebrale. Shkaku i saktë i vdekjes pritet të përcaktohet pas kryerjes së autopsisë.
Një i dënuar në burgun e Fierit ka ndruar jetë pas një përkeqësimi të menjëhershëm të gjendjes shëndetësore. Bëhet fjalë për Ardian Malasin, 58 vjeç, i cili sipas burimeve nga institucionet e vuajtjes së dënimit ka kërkuar ndihmë mjekësore ndërsa ndodhej në qeli. Gjendja e tij është përkeqësuar pak pasi është transportuar në infermieri, ku ka humbur ndjenjat. Stafi mjekësor ka ndërhyrë dhe 58 vjeçari është dërguar me ambulancë në spital, por nuk ka mundur të mbijetojë. Nga të dhënat paraprake, autoritetet dyshojnë se Malasi mund të ketë psuar hemoragji cerebrale, megjithatë shkaku i vdekjes nuk është konfirmuar ende dhe pritet që autopsia të përcaktojë rrethanat e sakta. Malasi ishte transferuar rreth një muaj më parë në burgun Jordanisja në Tiranë, i njohur si burgu 313, drejt institucionit të vuajtjes së dënimit në Fier, pas marrjes së vendimit të formës së prerë. 58 vjeçari ishte dënuar nga GJK-ja me 8 vite burg, pasi u shpall fajtor për veprën penale, pastrimi i produktit të veprës penale ose veprimtarisë kriminale kryer në bashkëpunim, në veçantë dhe në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Malasi ishte arrestuar në 28 tetor 2023. Në momentin e vdekjes, atij kishin mbetur për të vuajtur edhe 3 vite e 10 muaj e 12 ditë nga dënimi. Autoritetet kanë nisur procedurat për dokumentimin e rastit, ndërsa ekspertiza mjekoligjore pritet të hedhë dritë mbi shkakun e vërtetë të vdekjes. Policia e Tiranës ka parandaluar një rast të dyshuar të shitjes së palishme të një arme zjarri, duke vënë pranë nga një 26 vjeçar nga Kruja. I ri u ndalua në zonën e kthesës së Kamzës, ndërsa gjatë kontrollit në automjetin e tij u gjet një pistolet. Hetimet vijojnë për të zbuluar personat e tjerë që mund të jenë përfshirë në tentativën për trafikimin e armës. Një 26 vjeçar nga Kruja është arrestuar nga policia e Tiranës pasi dyshohet se po transportonte një armë zjarri me qëllim shitjen e saj në kryeqytet. Operacioni koduar për AIZ u zhvillua pas marrjes së informacionit në rrugë operative se një person i armatosur është nisur drejt Tiranës. Pas sinjalizimit, shërbimet e policisë u vënë në lëvizje për lokalizimin e të dyshuarit. I ri u ndalua në zonën e njohur si kthesa e Kamzës, ku efektivët ushtruan kontroll në automjetin me të cilën ai po udhtonte. Gjatë kontrollit në makinë u gjet një pistolet e cila dyshohej se do të shitej në Tiranë. Policia ka sekuestruar armën si provë materiale, ndërsa hetimet po vijojnë për të zbardhur të gjithë dinamikën e rastit. Në fokus të hetimeve është identifikimi i personave të tjerë që mund të kenë bashkëpunuar me 26 vjeçarin ose të kenë pasur rol në sigurimin dhe shitjen e armës. Autoritetet po punojnë gjithashtu për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe të përgjegjësive ligjore që lidhen me këtë rast. Materialet procedurale janë përcjellë prokurorisë për veprimet mëtejshme, ndërsa hetimi mbetet i hapur. Vijoj me informacione nga Kosova. Lëvizja vetëvendosje thotë se ka gati kandidatët për postin e presidentit të Kosovës, por emrat nuk do të bëhen publik përpara se të vijojnë negociatat me LDK-n. Glauko Njufca shprehet optimist se takimi i ardhshëm mes Albin Kurtit dhe Lumir Abdigjikut mund të sjellë një marrëveshje për kreun e ri të shtetit. Lëvizja vetëvendosje ka përgatitur emrat që mund të propozojë për postin e presidentit të ardhshëm të Kosovës, por për momentin nuk priten që ata të bëhen publik. Deklarata është bërë nga Glauko Konjufca, numri 2 i qeverisë në detyrë dhe një prej figurave drejtuese të lëvizjes së vetëvendosja. Ai tha se partia e tij është e gatshme për fazën tjetër të diskutimeve me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por publikimi i emrave para negociatave do dëmtonte këtë proces. Sipas Konjufcës, tashmë ekziston një mundësi reale që takimi i radhës ndërmjet kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe kreut të LDK-s Lumir Abdigjiku të prodhojë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit. Ai bëri të ditur se nuk ka informacion për një ftesë zyrtare për takimin e radhës, ndërsa kujtoi se nga LDK-ja është paralajmëruar se një takim i tillë pritet të zhvillohet gjatë kësaj jave. Negociata mes dy partive vjen në një moment kritik për institucionet e Kosovës. Mandati i Vjosa Osmanit si presidente përfundoi në prill dhe mungesa e konsensusit për paraardhësit e saj çoi vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme në qershor. Pas zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje dhe LDK nuk arritën marrëveshje për bashkëpunim në formimin e qeverisë, por palët kanë nisur diskutimet për një çështje tjetër kyçe, atë të zgjidhjes së presidentit. Në takimin e parë është diskutuar profili që duhet të ketë kreu i ri i shtetit, ndërsa tash pritet që palët të kalojnë në propozime konkrete. Nga LDK-ja është deklaruar gjithashtu se partia pritet të paraqisë emrat e saj për këtë post. Kryetari i saj Lumir Abdigjiku ka theksuar më herët se presidenti duhet të jetë një figurë që mund të sigurojë mbështetje të gjerë dhe të mos identifikohet të ngushtë me një subjekt politik. Takimi i ardhshëm Kurti Abdigjiku mund të jetë vendimtar për zhbllokimin e procesit. Palët duhet të gjejnë një emër që të jetë i pranueshëm dhe të dyja subjektet që të sigurojnë mbështetjen e nevojshme parlamentare për të shmangur një tjetër krizë institucionale në Kosovë.
Të nderuar teleshikues, ne vjen juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 27 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Pas vranësirave të zizës së mërkurë, moti do të përmirësohet ndjeshëm në të gjithë territorin, ndërsa në zonat malore mund të ketë vetëm vranësira të pakta kalimtare. Paraditja do të ketë një mot kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa gjatë pasdites vijon moti kthjellët dhe i ngrohtë. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryhet lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 7 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranë pritet të jetë i lartë rreth 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:01, ndërsa perëndimi rreth orës 19:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 34 gradë Celsius. Kukës 15 deri në 31 gradë. Peshkopi 15 deri në 31 gradë. Tiranë 21 deri në 34 gradë. Durrës 23 deri në 32 gradë. Kavaj 22 deri në 32 gradë. Elbasan 20 deri në 34 gradë. Berat 20 deri në 35 gradë. Korçë 14 deri në 29 gradë. Vlorë 22 deri në 32 gradë. Gjirokastër 18 deri në 33 gradë. Sarandë 23 deri në 32 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 27 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mot kryesisht të qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Mundësia për reshje do të jetë shumë e ulët dhe gjatë pasdites moti do të vijojë i kthjellët. Paraditja do të ketë një mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me diell dhe temperatura të moderuara. Temperatura minimale pritet të zbresin deri në 12 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të fryhet lehtë nga drejtimi verior dhe veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 13 deri në 31 gradë Celsius. Podujev 12 deri në 29 gradë. Skënderaj 13 deri në 31 gradë. Pej 12 deri në 30 gradë. Prishtinë 14 deri në 31 gradë. Gjakov 14 deri në 32 gradë. Malishev 14 deri në 32 gradë. Qilan 13 deri në 30 gradë. Ferizaj 13 deri në 31 gradë. Kaçanik 13 deri në 30 gradë. Suharek 14 deri në 32 gradë. Prizren 16 deri në 33 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.